Përshëndetje, kthehemi në kanalin e YouTube-it Finit Link dhe tashmë pasi kemi parë konceptet bazë mbi rrjetin wireless network, tashmë do marrim me konfigurimin e një rrjeti wireless LAN dhe do të jetë ndarë në dy pjesë. Besoj se të gjithë e mbajmë mend fillimisht se si përdore internetin nëpërmjet linjës dial-up, ku nëpërmjet kësaj linje ne ishim në gjendje të kishim akses në internet, por gjatë kohës që ne kishim akses në internet, nuk ishim në gjendje që të bëja apo të merrje telefonata. Dhe lidhja me internetin ishte shumë e dobët. Dhe gjithmonë lidhja, ishte statike. Kishe akses vetëm nëpërmjet kompjuterit i cili ishte i lidhur me rrjetin. Ndërsa tashmë ne jemi në gjendje të lidhemi me rrjetin internet dhe mund të përdorim pajisje wireless kudo që ne jemi apo shkojmë, duke përfshirë telefonat, laptopët apo tabletet. Që të thot, këto ne na japin një lirishmëri në lëvizje dhe në aksesim të rrjetit. Por, duhet kemi parasysh se kërkohen pajisje specifike për të pas akses në rrjetin wireless. Dhe këto pajisje pastaj i kuptojnë shumë mirë protokollet e rrjetit wireless për aksesimin e rrjetit. Ndaj, ajo çfarë ne do të bëjmë në këtë material është pikërisht identifikimi i këtyre pajisjeve dhe konfigurimi i tyre për të krijuar një rrjet wireless LAN. Që do thotë, objektivi i materialit është implementimi i një rrjeti wireless LAN duke përdorur pikërisht routerin wireless dhe wireless controller. Do kemi 4 çështje kryesore ku çështja e parë do të jetë konfigurimi i rrjetit wireless LAN për të suportuar një remote site, pastaj do të merremi konfigurimin e një wireless controller të rrjetit LAN për të bërë të mundur menaxhimin e ndërfaqes dhe autentifikimin Wi-Fi Protected Access 2 me anë të Phase Shift Keying dhe do bëjmë të mundur konfigurimin e wireless controller në të rrjetit wireless LAN duke përdorur një ndërfaqe VLAN, një DHCP server dhe Wi-Fi Protected Access 2 Enterprise Authentication. Dhe si gjithmonë, pasi realizojmë konfigurimin, ne do të bëjmë edhe troubleshooting mbi probleme të ndryshme të cilët shfaqen në rrjetet wireless. Në materialin e parë do të merremi pikërisht me dy çështjet e para dhe përsa i përket dy çështjeve të fundit do të jenë në materialin e dytë. Atëherë pa humbur kohë, fillojmë me dy çështjet e para. Punonjësit remote, pra remote workers, apo branchet e vogla të zyrave dhe rrjetet shtëpiake në përgjithësi përdorin një router SOHO. Pra kemi një rrjet SOHO dhe përdorin një home router. Këto rutera shpesh quhen edhe ruterat e integruar, sepse ato zakonisht kanë të përfshirë portën switch për klientat të cilët lidhen me anë të kableve, një portë e cila bën të mundur lidhjen me internetin, e cila identifikohet si porta WAN, dhe komponentet wireless për aksesimin e rrjetit nga klientët wireless, gjë që janë të treguara edhe në këtë figurë. Ndaj, gjatë gjithë materialit, small office and home routers, këto lloj rutere, ne do të referohemi thjesht si rutera wireless. Në këtë figurë do të tregohet edhe topologjia zakonisht që do të përdorim për të përshkruar lidhjen fizike të ruterit wireless dhe pastaj lidhja me laptopi. Dhe ruteri vet është i lidhur me një modem DSL për të pasur lidhje dhe aksesim në internet. Këto ruter wireless zakonisht ofrojnë sigurinë wireless LAN, ofrojnë shërbime DHCP, si dhe Integrated Name Address Translation,
quality of service dhe disa parametra të tjerë, të cilët këto parametra pastaj varen në modelin e routerit. Shumica e routerave wireless janë gati të shërbejnë që në momentin që dalin nga kutia. Ato janë të parakonfiguruar për të lidhur në rrjet dhe për të ofruar shërbime. Për shembull, një router wireless përdor DHCP në mënyrë që automatikisht të ofrojë informacionet e adresimit për pajisjet që tentojnë të lidhen në rrjet. Megjithatë, këto router wireless kanë IP në adresën IP default, kanë username dhe password default, të cilët mund të gjenden shumë lehtë në internet. Mjafton të futësh shprehjen default wireless router IP address apo default wireless router password dhe jeni në gjendje që të shikoni të listuara disa website që bëjnë të mundur ofrimin e këtij informacioni. Për shembull, për shumicën e routerave wireless, username dhe passwordi, si tregohet dhe në këtë figurë, është admin. Ndaj prioriteti kryesor juaj pasi të keni marrë pajisjen është që të ndryshoni këto defaultet e username dhe passwordit për çështje sigurie. Në mënyrë që të kemi akses në routerin wireless nëpërmjet interfaqes GUI, Graphical User Interface, ju fillimisht duhet të hapni një web browser. Pastaj pasi të hapni atë web browserin siç është në figurë, në pjesën e URL-s, futeni default IP address të routerit wireless që ju keni. Ajo mund të gjendet në dokumentacionin që ju keni në kutin ku keni marrë routerin wireless, ose mund të kërkoni edhe në internet për llojin e routerit që ju keni. Në këtë rast, në këtë figurë është IP-ja default IPv4 192.168.0.1, e cila është zakonisht IP-ja më e përdorshme si default për disa brande. Dhe në momentin që ju futni atë adresën IP default, të bëj prompt një window e cila do të kërkoj autorizim për aksesimin e ndërfaqes Graphical User Interface të routerit. Ndaj, si username admin dhe si password admin, ju jeni në gjendje që të futeni dhe të keni akses. Pasi ju të keni akses, pra të futeni në router, atëherë ju do të bëni disa konfigurime bazike për sa i përket setupit të rrjetit. Ndaj, gjëja e parë që do bëjmë është logimi në router nga web browser. Pra, me anë të adresës 192.168.0.1 që është adresa IP default, fusim kredencialet, username admin dhe password admin, dhe tashmë jemi futur në ndërfaqe Graphical User Interface të routerit. Ajo ka vjetre që ka tabe dhe menu, të cilat na ndihmojnë për navigimin dhe konfigurimet të ndryshme që ne mund t'i bëjmë routerit. Dhe është rekomandueshme që sa herë që ju bëni ndryshime dhe modifikime, t'i ruani këto ndryshime përpara se të kaloni në dritarën tjetër. Dhe rekomandohet që t'i bëni modifikime dhe t'i mos I lëni modifikimet në default. Pra, duke qenë se ne do bëjmë modifikimet, modifikimi I parë që mund t'i bëjmë routerit është pikërisht të ndryshojmë aksesimin administrativ të tij, që do thotë të ndryshojmë default password. Në këtë rast nuk na lejohet të ndryshojmë atë username, që do thotë username do të qëndrojë përsëri admin, por duhet të ndryshojmë passwordin. Ndaj tek tabi tek menuja administration, ke pjesa e menaxhimit, ndryshojmë passwordin e routerit. Pasi ne kemi bërë modifikimin e passwordit, atëherë ne do të
automatikisht do bëjmë logout, vetë pajisja të bën logout, që do thotë ti duhet të riaksesosh pajisjen me anë të password të ri. Pra, edhe një herë 192.16.0.1 në ndërfaqen autorizuese fusim username-in admin dhe pastaj fusim passwordin që ne sapo kemi modifikuar. Dhe futemi në ndërfaqen e routerit. Gjëja tjetër që do bëjmë është të ndryshojmë adresën IP default të pajisjes. Ndaj për të gjëja më e mirë është të përdorim adresa IPv4 private. Dhe po ta shoh, kjo realizohet kjo pjesa e setupit tek Raketapi setup, tek pjesa network setup dhe ndryshojmë adresën IP default në këtë rast 10.10.10.1 si IPv4 default. Në momentin që ne i klikojmë save, ne për moment do të humbim aksesimin në routerin wireless. Ndaj duhet të hapim një command window dhe duhet të shtypim duhet të bëjmë renew IP address me anë të komandës ipconfig/renew. Në momentin që ne kemi bërë renew të adresës së routerit, atëherë edhe një herë shkojmë në web browser dhe tashmë me adresën IPv4 që ne i vendosëm routerit, shtypim në URL dhe me anë të kredencialeve, passwordin e ri, futemi në router. Dhe pasi të futemi në router, tashmë bëjmë konfigurimet bazike për rrjetin wireless. Fillimisht shikojmë parametrat që ka routeri si wireless LAN defaults. Sepse një router wireless ofron shërbime wireless për pajisje duke përdorur një emër dhe password default. Për sa i përket rrjetit wireless LAN, ku emri i rrjetit wireless LAN është Service Set Identifier apo SSID, që do thotë ne duhet të shkojmë tek menuja wireless, kjo basic wireless setting dhe fillojmë dhe i kontrollojmë. Pra network name është vendosur default, që do thotë ne duhet të ndryshojmë. Atëherë çfarë bëjmë? Përpara se të fillojmë të bëjmë modifikimin, gjëja e parë që të modifikojmë është të modifikojmë network mode, sepse disa router wireless lejojnë të selektoni llojet e standardeve 802.11 për të implementuar. Në këtë rast është zgjedh opsioni legacy. Kjo do të thotë që pajisjet wireless të cilët do të lidhen me këtë router mund të kenë ndërfaqe të ndryshme karte rrjeti wireless të instaluara dhe routerat wireless tani ofrojnë konfigurohen për të përdorur metodën legacy apo mixed mode në mënyrë të tillë që të suportojnë shumicën e standardeve të 802.11 në kartat e integruara të rrjetit wireless në këto pajisje. Dhe pasi zgjedhim opsionin legacy, gjëja tjetër që do bëjmë do futemi tek network name, që do të vendosim një emër rrjetit ton wireless që ne po krijojmë. Në këtë rast është zgjedhur si OfficeNet. Mund të zgjedhim opsionin enable apo disable për sa i përket emrit të rrjetit pas SSID-s. Në momentin që zgjedhim broadcast, routeri bën her pas here broadcast, pra të thotë ai e lejon
vizibilitetin e emrit të tij në zonë. Që më saktë tregon prezencën e rrjetit wireless me emrin OfficeNet në këtë zonë mbulimi, pra zonës për të cilën ai është lidhur të muloj. Që do thotë në qoftë se ne i bëjmë enabled, hostet wireless të cilët duan të lidhen në rrjet e zbulojnë rrjetin në mënyrë automatike nga emri wireless LAN që është u listohet atyre mbi rrjetet wireless LAN në atë zonë. Dhe në qoftë se SSID është broadcast është bërë disabled, atëherë personat të cilët duhet të aksesojnë rrjetin ton, ato duhet ta shkruajnë në mënyrë manuale emrin e rrjetit dhe passwordin për të pasur akses në rrjet. Gjë tjetër që ne mund të konfigurojmë është dhe konfigurimi i kanalit. Sepse pajisjet e konfiguruara në të njëjtin kanal me 2.4 bandën 2.4 GHz mund të bëjnë overlap dhe mund të shfaqin në prishje të sinjalit apo edhe në ulje të shpejtësisë së performancës së rrjetit wireless dhe ka raste edhe në prishjen fare të rrjetit wireless. Ndaj, zgjidhja për të bërë të mundur eliminimin e këtyre interferencave është të konfiguruar kanale non-overlapping në routeret wireless dhe access pointet të cilët janë afër njëra tjetrës. Kemi thënë që kanali 1, 6 dhe 11 janë kanale të cilët nuk bëjnë overlapping dhe pikërisht në këtë rast është zgjedh kanali 6. Gjëja tjetër që mund të bëjmë është të konfigurojmë edhe sigurinë për sa i përket aksesimit të rrjetit wireless LAN. Sepse në momentin që ne i marrim rrjetet wireless, ato nuk janë të konfiguruar me sigurinë në rrjetin wireless LAN. Dhe do shkojmë tek security mode dhe vjet drejt që këtu është zgjedhur Wi-Fi Protected Access versioni i dytë, personal, sepse po krijojmë një home router, dhe është selektuar për të 3 wireless LAN-et. Dhe gjithashtu është përdorur enkriptimi Advanced Encryption Standard, i cili për momentin është lloji më i fuqishëm i sigurisë në rrjetin wireless LAN. Pasi të realizojmë edhe këto, gjëja tjetër që na mbetet është konfigurimi i passwordit, passphrase. Arsyeja sepse ne vendosim këtë password është që të kenë akses në rrjetin ton wireless që ne po krijojmë vetëm ato personat të cilët e dinë passwordin e rrjetit. Në këtë rast është vendosur passwordi Cisco 123. Sa ka raste kur në zyrat që ne kemi apo në rrjetin shtëpiak, një router wireless nuk mund ta mbulojë dot të gjithë zonën me rrjetin wireless, të cilët kanë nevojë klientët të kenë akses në rrjetin wireless. Në mënyrë të tillë që ne të zgjerojmë pra zonën e mbulimit deri në 45 metra në hapësirën e brendshme apo 90 metra në hapësirën e jashtme, ne mund të shtojmë access point wireless, gjë që tregojnë edhe në figurë. Vjet drejt që janë shtuar 2 access point-e dhe në momentin që ne shtojmë këto access point, do të thonë ne po krijojmë një rrjet wireless mesh. Këto 2 access point-e vjet drejt që janë të konfiguruar me të njëjtën emër wireless, OfficeNet, përdorin të njëjtën lloj sigurie, të njëjtën lloj enkriptimi dhe duhet të vendosim të përcaktojmë pastaj kanalet
të cilët janë e bandwidth, pra është selektuar kanali 1 dhe 6 edhe 11, por access point në mënyrë të tillë që këto të mos interferojnë me kanalin 6 që u zgjedh për routerin wireless. Në qoftë se ne duam të zgjerojmë rrjetin wireless, tashmë është bërë shumë e thjeshtë sepse po bëhet fabrikimi i pajisjeve për krijimin e wireless mesh network në mënyrë shumë të thjeshtë direkt nëpërmjet aplikacioneve në smartphone. Ju thjesht blini sistemin edhe access pointin, i bëni plug in, pastaj shkarkohet aplikacioni dhe konfigurohet rrjeti wireless mesh network me disa hapa të cilët janë lehtësisht të konfigurueshëm. Në një router wireless, në qoftë se ju shikoni për një faqe e cila quhet setup page, siç është në figurë, ne mund të kemi informacion mbi IPv4 e routerit, e cilën e përdor për të dërguar të dhënat në internet. Vini rreth që adresa IPv4 është 209.165.201.11 dhe kjo është adresa IP e cila është e ndryshme nga 10.10.10.1, adresë e shënjuar për routerin, për ndërfaqjen e routerit wireless LAN, dhe të gjithë pajisjet të cilët janë pjesë e 10.10.10-s, pra janë pjesë e këtij rrjeti, do përdorin pikërisht këtë adresë IP për të dërguar të dhënat për në rrjet internet, sepse adresa 209.165.201.11 është adresë publike e cila bëhet routable në internet. Të gjithë adresat IPv4, të cilat në oktetin e tyre kanë 10, ose më saktë adresat IPv4 private nuk janë routable në internet, ndaj routeri duhet të përdorë një proces i cili quhet Network Address Translation për të bërë të mundur konvertimin në adresë IPv4 në adresë publike IPv4, sepse adresa publike është internetet routable. Pra, me anë të NAT, Network Address Translation, një adresë private IPv4 konvertohet në adresë publike. Dhe një gjë pastaj ndodh, është procesi reverse për paketat të cilët vinë, që thotë routeri është në gjendje tashmë të konvertoj adresën publike në adresën private duke përdorur Network Address Translation. Shumica e routerave wireless ka një opsion për konfigurimin e Quality of Security. Duke konfiguruar Quality of Security, ne jemi në gjendje që të garantojmë që tipet specifike të trafikut, siç janë zëri apo video, të kenë prioritet mbi trafikun në krahasim me të dhënat e tjera jo sensitive, siç është emaili apo web browsing. Në disa router wireless, trafiku pastaj mund të prioritizohet edhe në porta specifike. Në figurën që është vendosur në slide, është treguar thjesht quality of service në një ndërfaqe graphical user interface Netgear. Ne shpesh do ta gjejmë quality of service setting në menun advanced. Në qoftë se keni një router wireless, kaloni dhe investigoni se çfarë ndodh me quality of service setting.
Shpesh ato mund të jenë të listuara në bandwidth control apo në tabe të ngjashme. Duhet të konsultoheni edhe me dokumentacionin e routerit wireless ose kërkoni edhe në internet për quality of service setting për modelin e routerit që ju keni dhe po studioni. Vetë rutat wireless zakonisht të bllokojnë portat TCP dhe UDP për të parandaluar aksesin e pa autorizuar brenda dhe jashtë rrjetit LAN. Mirëpo ka edhe situata kur porta specifike duhet të jenë të hapura për programe apo aplikacione të cilët mund të komunikojnë me pajisje në rrjete të ndryshme. Dhe port forwarding është një metodë rule-based në direktimin e trafikut mes pajisjeve në rrjete të ndryshme. Kur trafiku arrihet në router, routeri pastaj përcakton nëse trafiku duhet të bëhet forwarding në një pajisje të dhënë bazuar në numrin e portës e gjetur tek trafiku i ardhur. Për shembull, një router mund të konfigurohet për të dërguar porta 80, siç është në rastin konkret në figurë, e cila është e lidhur me protokollin HTTP. Kur routeri merr paketa, të cilët janë të destinuara për portën 80, routeri i bën forward trafikut për në serverin brenda rrjetit i cili shërben web pages. Vjet re që ky është në këtë figurë bën forwarding në portën 80 pikërisht për web serverin i cili ka adresën 10.10.10.50. Port triggering lejon që rutrat në mënyrë të përkohshme të bëjnë forward data brenda apo jashtë të portës në pajisje të caktuara. Duke përdorur port triggering për dërgimin e të dhënave për një kompjuter, vetëm atëherë kur portat të destinuara në një diapazon të destinuar përdoret për të bërë kërkesat outbound. Për shembull, nëse në qoftë se kemi një video game e cila përdor portën 27000 deri në 27100 për të lidhur me lojtarët e tjerë, këto porta quhen porta trigger. Dhe një klient i cili po chaton mund të përdor portën 56 për të lidhur me të njëjtat lojtar, ndaj ato mund të ndërveprojnë me njëri tjetrin. Që do thotë, në qoftë se kemi trafik loje në një port outbound, brenda këtij diapazonit të portave të triggeruara, trafiku i chatit inbound në portën 56 bëhet forward pikërisht në kompjuterin i cili është përdorur për të luajtur video lojën dhe për të chatuar me friends, pra me shokët e tjerë. Kur loja mbaron pastaj dhe portat triggeruese nuk janë më në përdorim, porta 56 nuk ka të drejtë dhe nuk i lejohet që të dërgojë trafik tashmë në asnjë lloj kompjuteri tjetër, sepse ai përdoret vetëm për chatim. Në këtë slide kemi topologjinë e një wireless controller, ku kemi topologjinë edhe skemën e adresimit. Access pointi është një access point control based, ndryshe nga autonomous access point, duke rikujtuar edhe një herë që access pointit control based nuk kërkojnë konfigurime fillestare dhe shpesh quhen si lightweight access point. Ato përdorin protokollin lightweight access point për të komunikuar me një wireless LAN controller. Dhe këto access point control based përdoren sidomos në situata kur disa access pointe
kërkohen brenda rrjetit, sepse sa më shumë access point që ne të shtojmë, çdo access point në mënyrë automatike konfigurohet dhe menaxhohet nga vetë wireless controller. Në rastin tonë kemi vetëm një access point në këtë figurë. Konfigurimi i një wireless LAN controller nuk ndryshon shumë me konfigurimin e një routeri wireless. Diferenca më e madhe që kemi mes konfigurimit të wireless controller dhe routerit është sepse wireless controller kontrollon access point-et dhe ofron më shumë shërbime dhe me aftësi menaxhimi se sa vetë një router wireless. Në këtë figurë është momenti kur ne po bëjmë login në wireless controller duke përdorur kredenciale të cilët janë konfiguruar gjatë setupit, pra admini dhe passwordi. Dhe në momentin që ne futemi në ndërfaqen graphic user interface të wireless controller, ne do të kemi një network summary, i cila është një dashboard që na ofron një overview fillestare mbi numrin e rrjeteve wireless të konfiguruar, access point-e dhe klientët aktiv për momental në rrjet. Gjithashtu mund të shikojmë edhe numrin e access point-eve raw access point, pra të infiltruara, siç tregon edhe në këtë figurë. Po të klikojmë tek access point, që janë fishojnë dhe në këtë figurë, po të klikojmë tek access point nga menuja në krahun e majt, pra ne do të kemi një panoramë gjithëpërfshirëse të access point-it mbi informacionin dhe performancën e saj. Dhe vihet re që access point-i po përdor adresën 192.168.200.3 dhe duke qenë se Cisco Discovery Protocol është aktiv në rrjet, wireless controller e din tashmë që access point është e lidhur me një port në switch nëpërmjet fast Ethernet 01. Access point-in në këtë topologji është një access point të Cisco AirNet 1815, që do thotë që ajo mund të përdor command line-in dhe disa komanda të limituara familjare në iOS. Në këtë example, pra në këtë shembull që është në slide, administratori i rrjetit bën ping default gateway në wireless controller dhe verifikon që është e lidhur me anë të wired interface. Shumica e wireless controller vijnë me disa setting bazike dhe menu të cilat përdoruesit mund të aksesojnë lehtësisht ato për të implementuar dhe realizuar konfigurime të ndryshme në wireless controller. Megjithatë, një administrator rrjeti në përgjithësi akseson në advanced setting dhe në këtë figurë kemi një Cisco 3504 wireless controller në të cilin është klikuar advanced për të parë më shumë informacion mbi wireless controller. Wireless LAN controllers kanë disa porta dhe ndërfaqe. Portat janë socket për lidhje fizike me pajisjet me anë të kabujve. Ato bëjnë reasemblimin, pra janë të ngjashme me portat switch, ndërsa ndërfaqet janë virtuale. Ato janë të krijuara në software dhe janë të ngjashme me ndërfaqet VLAN, virtual LAN. Çdo ndërfaqe do të mbarë trafik nga një rrjet wireless LAN i cili është i konfiguruar në wireless controller dhe ajo i njeh si VLAN-e të ndryshme.
Një wireless controller Cisco 3504 mund të suportojë deri në 1500 access pointe dhe 4096 VLAN-e. Edhe pse ai ka vetëm 5 porta siç tregohet në figurë. Që do thotë çdo port fizike mund të suportojë disa access point dhe disa rrjete wireless LAN. Portat në wireless controller janë në përgjithësi porta trunk që lejojnë mbartjen dhe kalimin e trafikut nga disa VLAN-e për në switch për të shpërndarë pastaj në disa access point-e. Çdo access point mund të suportojë disa rrjete wireless LAN. Atëherë, le të merremi tashmë me konfigurimin e një wireless controller, kur fillimisht çfarë bëjmë ne? Bëjmë të mundur krijimin një VLAN-i. Siç vjet re, shkojmë tek menuja wireless LAN dhe fillojmë dhe krijojmë VLAN-in. Vendosim emrin e VLAN-it që do të jetë wireless LAN, që do të jetë service set identifier për këtë rrjet wireless LAN që ne po krijojmë. Ndërsa ID-ja është një vlerë arbitrare dhe e cila nuk përdoret për identifikimin e VLAN-eve në display tek një wireless controller. Pasi e krijojmë, ne duhet të shtypim apply. Në momentin që ne shtypim apply, do na hapet një ndërfaqe dialoguese në të cilën ne do të bëjmë konfigurimet. Që do thotë, administratori i rrjetit duhet të bëjë enable rrjet wireless LAN përpara se ai të aksesohet nga përdoruesit. Pra do të vendos statusin enable. Checkboxi enable lejon administratorit i rrjetit të konfigurojë pastaj rrjetin wireless LAN që po krijon, si dhe të shtojë edhe më shumë rrjete wireless LAN. Përpara se t'i bëj enable rrjetit wireless LAN për aksesim nga klientët. Nga këtu pastaj, administratori i rrjetit mund të konfigurojë seti të ndryshme të rrjetit wireless LAN duke përfshirë që nga siguria, quality of service, policies, apo edhe setting të tjera më të avancuara. Gjëja tjetër është që ne konfigurojmë është dhe selektimi i ndërfaqes. Sepse në moment që ju krijoni një wireless LAN, duhet të selektoni ndërfaqen e cila do të bëjë të mundur mbartjen e trafikut wireless LAN. Dhe kjo figurë pikërisht të tregon se si ju keni zgjedhur një ndërfaqe e cila është e krijuar parapraktikisht. Në momentin që bëni të mundur edhe zgjedhjen e ndërfaqes, kalojmë në tabin e securities për të bërë të mundur konfigurimin e sigurisë në rrjetin wireless LAN që ne po krijojmë. Dhe vjet re që zgjedhur opsioni Wi-Fi protected access to me Case Shift King, e cila është bërë enabled, lloji enkriptimit të zgjedhë enkriptimi përdor Advanced Encryption Standard. Pasi të realizojmë, zgjidhim edhe llojin e passwordit dhe shtypim apply. Pasi kemi realizuar këto konfigurime, ne duhet të verifikojmë nëse e kemi të krijuar rrjetin wireless LAN dhe është operacional. Që do thotë, shkojmë dhe klikojmë tek wireless LANs. Në moment që klikojmë, vëmë re që ne e kemi të listuar tashmë rrjetin wireless LAN që ne po krijuam. Kjo është ID-ja që thamë është arbitrare. Emri i
Ritual LAN se si do jeti është i nevojë nga administratori dhe lloji i sigurisë që ne kemi zgjedhur. Në momentin që ne shtypim tek tabi monitor, ne mund të shohim që rrjeti wireless LAN tashmë është i listuar dhe është një klient i cili po e përdor këtë rrjet, siç tregohet edhe në figurë. Për të parë se cilët janë klientët, duhet të shtypim tabin klientët. Në momentin që ne shtypim tabin klientët, na listohet dhe vihet re që është klienti me këtë lloj MAC adrese, me adresën 192.60.5.2 dhe po përdor rrjetin ton wireless LAN. Atëherë kaq është për sa i përket konfigurimit të një rrjeti wireless LAN për remote site dhe konfigurimi bazik i wireless controller. Shihemi në materialin e ardhshëm për të analizuar konfigurimin e wireless controller për enterprise dhe për të bërë disa troubleshooting për rrjetin wireless. Nëse jeni të rinj në këtë kanal, mos harroni të bëni subscribe dhe nëse ju pëlqeu video, ndajeni atë mes shokësh. Shihemi së shpejti.